Po fillimisht është më rëndësishme zgjedhet kryetari dhe pastaj kryetari sigurisht se do del publik me planet e tij, me objektivat e tij dhe ne do të jemi përkrahas të gjithë atyre propozimeve që bën kryetari. Tek e fundit kjo është edhe arsye pse do të kemi një kryetar të ri. Shpresoj që Partia Demokratike do të jetë shumë e fortë, shumë e konsoliduar dhe gjithë bashkë do të kemi rezultate shumë më të mira në zgjedhjet e tashme. Edhe për shtyrjen e kësaj që t'jetë më përshtatshme për më shumë kandidat. Keni informaciona kanë arritur që t'i sigurojnë administrimet e nevojshme dhe ato rregullat që parashihen që ketë zoti Hoxha apo edhe kushdo tjetër kandidati? Me të thënë drejtën nuk i kam atë informacion për shkak të disa obligime që i kam pas jashta obligimeve të partisë, po shpresoj që nga kjo konvent Partia Demokratike do të jetë edhe më konsoliduar dhe më e bashkuar. A do t'i bashkoj zoti Hamza këtë kandidati vetëm që dihet aktualisht? Patjetër, konsideroj se zotri Hamza është për momentin dhe do të jetë njëri nga kandidatët më suksesshëm të Partisë Demokratike. Do ta kishte këtë efekt zotri Hoxha? Puna? Zotri Hoxha do ta kishte të njëjtin efekt. Respekt edhe për zotin Hoxha dhe për gjithë tjerët, kushdo që zgjehet kryetar sot, do të jetë kryetari im. Faleminderit.